Si reagoni ju kur shkoni në supermarket me burrin? Do t'u them unë tani se si reagoj unë me burrin. Burri e mbush karroçën, unë e zbrasë. Këtë punë bëjmë gjithmonë sa shkojmë bashkë, ndaj dhe më të shumta të herëve i them që ose do më pres jashtë makinë ose nuk do vi fare, do shkoj vetëm, se nuk bëhet kjo gjë. Është sikur kam djalin me vete, jo sikur kam burrin. Çdo gjë që do shikojë, do ta marri jo nga një pako, po nga 2-3 pako, se mund të na duhen në shtëpi. Le të mos i haj kurrë, le të jenë në shtëpi, thot. Mund t'i duash ti, mund t'i doj djali, edhe që i them që nuk i hamë, po jo do t'i marrim, thot. Edhe këtë punë bëjmë neve kur shkojmë në supermarket të dy bashkë, ndaj edhe përpiqem të mos shkoj bashkë me burrin. Siç mund të shikoni, ky vën karroc, unë i heq, edhe pastaj në fund të përfundojmë që të marrim ato gjëra që dua unë, se unë jam zonja e shtëpisë, unë do t'i bëj gatimet edhe unë e di se ç'na duhet nga supermarketi, ndaj dhe nuk e dërgoj kur burrin, edhe përpiqem mos marr me vete. Po ju?